Jo çdo gjë po shkon mirë me sistemin e arsimit në Gjakov. Derisa janë bërë reforma të rëndësishme në këtë sistem, shumë nga mësimdhënësit e neglizhojnë orën e mësimit, duke mos treguar sukses në metodat, taktikat e strategjitë e mësimdhënies për të motivuar nxënësit. Këtë e kanë vërejtur edhe inspektorët e arsimit në regionin e Gjakovës. Meta kryesore e mësimdhënësve është mos përcjellja e trendit të ecurive të përgjithshme të ndryshimit metodologjinë mësimdhënies dhe në shkencë. Qofse një mësimdhënës nuk përcjell ecurinë që e ka të përditshme në ndryshime në landën e vet, dhe në metodologji ai mësimdhënës nuk mund të ecë përpara. Domethënë duhet të qenë mësimdhënësi vazhdimisht në përcjellje të këtyre ecurive. Duhet të mësoj sepse përndryshe nuk mundesh më bë mësimdhënës i mirë. Angazhimi, puna, si në proces mësimor, ashtu edhe gjatë periudhës kur nuk është proces mësimor, duhet të jetë permanent. Osmani shton se dihet që në disa shkolla mungojnë mjetet e konkretizimit, por kjo nuk do të thotë që nxënësve të mungojë njohuria elementare. Por derisa në shkollat fillore sukseset janë më të mira, për shkollat e mesme të larta arritjet janë të mangëta. Në shkollat mesme kohët fundit ka ndryshuar, është një ndryshim pak shumë në përgjithësi, për marrën në përgjithësi mësimdhënësit dhe menaxherët të shkollave më pak bajnë që të lidhin trekançin mes të prindve, nxënësve dhe shkollës. Domethënë ai trekanç nuk funksionon si duhet. Edhe është pasiviteti i prindve, është edhe pak i shkollës, por edhe i nxënësve, sepse në shumë raste nxënësit nuk e informojnë prindin për ecurinë e vet dhe gjendjen e vet çfarë kanë në shkollë. Ne kemi për detyrë të raportojmë parregullësitë, ndërsa u duhet drejtorive komunale të arsimit të marrin masa për rregullimin e situatës, shtoi Osmani.